الحمد لله كثيرا كتب على نفسه الرحمة وأجزل لعباده النعمة أحمده سبحانه وأشكره رضي باليسير من العمل وتجاوز عن الكثير من الزلل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قدوة العاملين ورحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Të gjitha lavdërimet e shumta I takojnë vetëm Allahut, I cili I ka obliguar vetes së tij mëshirën dhe u ka dhënë robërve të tij pafund nga mirësitë e tij. E lavdëroj atë së shumti dhe e falenderoj të përsosur pa të meta. Ai pranon veprat qofshin edhe të pakta, por me sinqeritet, pasim të sunetit dhe të vazhdueshme, dhe fal shumë nga gabimet tona. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, një të vetëm e të paortak, dhe dëshmoj se pejgamberi ynë Muhammed është robi dhe I dërguar I tij, shembull I përsosur për ata që punojnë mirë dhe mëshirë e Allahut për mbar botët. Lëvdata shumë dhe shpëtimi I madh dhe begatit e plota të Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, shokët e tij, pasuesit e tyre dhe mbi ata që I pasojnë dhe ndjekin me përpikëri dhe mirësi rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Në vijim, ju këshilloj o njerëz, o rob të Allahut dhe veten time me devotshmëri e frikë respekt ndaj Allahut, sepse çdo e mirë është në devotshmëri dhe sigurisht që lumturia në të dyja botët është në devotshmëri ndaj Allahut të plotfuqishëm e të madhëruar dhe në veprat e mira. Dijeni, ju mëshiroft Allahu, se kjo botë, pra kjo dynja është krijuar për ju, ndërsa ju jeni krijuar për botën tjetër. Allahu I lartësuar thot në librin e tij të lavdishëm: "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Dhe ju do t'i merrni shpërblimet tuaja të plota në ditën e llogarisë. Andaj kush shpëton nga zjarri dhe futet në xhenet, ai ka fituar, dhe jeta e kësaj bote nuk është tjetër veçse një kënaqësi mashtruese. Pra dijeni, Allahu ju begatoft se kjo botë nuk ekziston dhe qëndron ende verse me qëndrimin e fesë. Nuk arrihet krenaria verse me nënshtrim, ka shiti, e robërim të sinqert ka shi Zoti të botëve, dhe feja nuk është e saktë e pranuar verse me sinqeritet dhe pasimin me mirësi të zotërisë të dërguarve sallallahu alaihi wasallam. Vërtet veprat e mira janë kapitali dhe investimin më I vyer I të lumturve dhe fitimtarve. Kush e llogarit veten vazhdimisht në dynja, do të ketë të lehtë llogarin në ahiret, do të ketë përgjigje të saktë në pyetjet e tij në varr dhe do të jepet përfundim dhe kthim I mirë. Ndërsa kush e haron vetveten, nuk e llogarit atë, vërtet do t'i zgjasin pendesat, pikëllimi, dhe do t'i zgjadhet qëndrimi në ditën e llogarisë dhe të shpërblimit, dhe do të rrefojnë ato gjunahet dhe kusuret e tij. Yawma idhi yasduru an-nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Atë ditë njerëzit do të dalin grupe që të tregohen veprat e tyre. Andaj kush bën sa pesha një grimse të mirë, do ta shoh atë, dhe kush bën sa pesha një grimse keq, do ta shoh atë. Pra, o rob të Allahut, dijeni se çdo ditë që kalon të largon ty nga dynjaja dhe banesa e saj e përkohshme dhe të afron drejt ahiretit dhe varreve. Thot I lartësuari: "Qul inal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum
thumma turadduna ila alimi al-ghaibi wash-shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Thuaj, vërtet vdekja prej së cilës ju ikni të friksuar, ajo do t'ju kaploj, pastaj do të ktheheni tek njohësi i së fshehtës dhe të së dukshmes, e ai do t'ju njoftoj për ato që patët punuar. Pash Allahun, vërtet do të vdisni ashtu si kur flini, do të ringjalleni ashtu si zgjoheni, dhe sigurisht do të shpërbleheni për atë që keni punuar. Xheneti është përgatitur për të bindurit dhe zjarri për të prishurit mëkatarët dhe zullumqtarët. Prandaj robët e Allahut, përmbajuni rrugës së drejtë të shpëtimit. Thot i lartësuari: "Faman absara falinafsi wa man amiya fa alayha." Andaj kush sheh për veten e tij, e kush verbohet, kjo është kundër vetes së tij. Thot gjithashtu: "Men amila salihan falinafsi wa man asaa fa alayha." Kush bën vepra të mira, i bën për veten e tij, e kush bën keq, padyshim ajo është kundër vetes së tij. Thot gjithashtu: "Faman ihtada fa inma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inma yadillu alayha." Kush udhëzohet drejt, vërtet udhëzimi është për veten e tij, e kush humbja është kundër vetes së tij. Thot në ajetin tjetër: "Wa man yaksib ithman fa inma yaksibuhu ala nafsi." Kush punon një gjuna, vërtet e ka atë vetëm kundër vetes së tij. Thot gjithashtu: "Wa man shakara fa inma yashkuru li nafsi." E kush falenderon, vërtet ai falenderon për veten e tij. Thot në ajetin tjetër: "Kullu nafsin bima kasabat rahina." Çdo shpirt, pra çdo njeri, është peng i asaj që ka fituar. Dhe thot në këto ajete në surën An-Najm: "Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa wa anna ila rabbika al-muntaha." Dhe vërtet njeriut nuk i përket asgjë tjetër veç asaj për të cilën është përpjekur në dynja, e padyshim që përpjekja e tij do të shihet, pra do të paraqitet ditën e llogarisë, pastaj do të shpërblehet me shpërblimin më të plot, e vërtet tek Zoti yt është përfundimi. Ndaj pyete veten çfarë ke përgatitur për ditën e kthimit tek Allahu subhanahu wa taala. Robi Allahut, medito thellë rreth këtyre ajeteve e të tjerave si këto, të shumta në librin e Allahut, dhe dije se askush nuk do të arsyetohet e shfaqsohet me neglizhencën e të tjerëve, as me devijimin e të devijuarve, dhe as me braktisjen e atyre që e braktisën fen dhe urdhrat e Allahut. Ndaj, vllai dhe motra ime, kthehu, pendohu përpara se të jetë tepër vonë, e nuk të bën më dobi ty pendimi. Siç ka ardhur në hadithin e saktë dhe të bukur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ai ka thënë: "Inna Allaha azza wa jall yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha." Ka thënë salawatullahi wa salamu alaihi: vërtet Allahu i madhëruar dhe i plotfuqishëm e shtrin dorën e tij natën që të pendohet ai që ka gabuar ditën, dhe e shtrin dorën e tij ditën që të pendohet ai që ka gabuar natën, derisa të lind dielli nga perëndimi. Hadithi është i saktë për Muslimi nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe ka thënë alayhi salatu wasalam në hadithin tjetër që e përcjell Abu Daudi prej Abu Hurairës, ka thënë: "La taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha fa idha tala'at wa ra'aha an-nas amana man 'alayha fa dhaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra." Ka thënë, vërtet është shumë dëshpëtim madh i Allahut, nuk do të vijë kiameti derisa të lind dielli nga perëndimi,
e kur të lind dielli nga perëndimi dhe njerëzit ta shohin, të gjithë do të besojnë, por atëherë nuk do t'i bëj dobi asnjë njeriu besimi i tij, nëse nuk ka besuar më parë, ose nëse nuk ka fituar dhe punuar ndonjë të mirë në besimin e tij. I them këto fjalë dhe kërkoj falje nga Allahu për veten time dhe për ju, vërtet ai është falës i madh dhe mëshirues. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut me falënderim që nuk ndërpritet kurrë e nuk shteron begatia e tij. I plot begat është emri i tij dhe e lartë është pozita e tij dhe i gjithë madhërimi është vetëm për të. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç tij dhe lëvdata e shumë dhe shpëtimi i tij qoftë mbi robërit e tij që i ka përzgjedhur e më pas. Robët e Allahut, keni frikë Allahun, Allahu ju mëshiroft. Pendohuni tek ai, kërkoni falje prej tij dhe kthehuni me të shpejt dhe pa humbur kohë tek ai. Dhe mos bëni fesade e shregullime në tokë pas përmirësimit të saj dhe lutjuni atij me frikë dhe shpresë, vërtet që mëshira e Allahut është afër punëmirëve dhe bamirësve. Vërtet Allahu i do ata që pendohen dhe ata që pastrohen. Robët e Allahut, dërgoni dhe shtoni dhe shërbishoni salavatet dhe selamet mbi pejgamberin ton, mëshirën e dërguar dhe begatinë e dhuruar mbi të dërguarin e Allahut, sepse për këtë ju ka urdhëruar Zoti juaj, duke thënë në librin e tij të qartë, dhe ai është i vërtet në fjalën e tij: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu dhe engjëjt, pra melekët e tij, e lavdërojnë së shumti pejgamberin. O ju besimtar, dërgoni salavate mbi të dhe përshëndeteni atë me selam të plot. O Allah, dërgo salavate, shpëtime dhe begati mbi robin tënd Muhammedin, të dërguarin fisnik dhe pejgamberin e përzgjedhur, mbi familjen e tij të mirë e të pastër, mbi bashkëshortet e tij, nënat e besimtarëve. Jo Allah i kënaqur me kalifët e drejtë mbas tij, Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin dhe Aliun, dhe pjesën tjetër të 10 së përgëzuar me xhenet, me bezdënësit poshpemës e me të gjithë sahabët, me tabiinët dhe me ata që i pasojnë me mirësi dhe përkëmëri deri në ditën e gjykimit, dhe me ne bashkë me ta, me faljen, mëshirën, bujarin dhe mirësinë tënde, o më bujari i bujarëve. O Allah, përforcoje Islamin dhe muslimanët, përule shirkun dhe idhujtarët. O Allah, na jep siguri në vendet tona dhe përmirësoj imamët, udhëheqësit dhe prisit tanë. O Allah, na ruaj nga sprovat dhe trazirat, ato të dukshme dhe ato të padukshme. O Allah, na i fal gjunahet, na i mbulo të metat, na i lehtëso dhe na i largo brengat. Jepu mirëqenie të sprovuarve tanë, shëroj të sëmurët dhe të lënduarit tanë dhe mëshiroj të vdekurit tanë. O Allah, na përforco në fen tënde dhe na jep një përfundim të bukur dhe të mirë. O Allah, na i lehtëso shkaqet e hajrit dhe mos ta mbyll dyert e pranimit të këtij. Na jep sukses dhe lutje të pranuara. Zoti ynë, na i bën padresi vetes son. Nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, do të jemi me siguri prej të humburve. Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. I përsosur pa të meta, e lartësuar jeti o Zoti ynë, Zoti nga dhënimit dhe krenarisë, nga ajo që idhujtarët të përshkruajnë. Shpëtimi yt i madh qoftë me të dërguarit. Walhamdulillahi rabbil alamin.